Solidariteti dhe ndihma për familjet në nevojë vijon të jetë në fokus gjatë muajit të Ramazanit. Prej vitesh, Fondacioni i Rinisë Islame me Selinën Zyri është kthyer në një nga kontribuesit më të rëndësishëm për shpërndarjen e ndihmave ushqimore për jetimët, gratë e veja dhe familjet në vështirësi ekonomike. Në kuadër të nismës Shporta e Ramazanit, Fondacioni ka shpërndar një numër të konsiderueshëm pakosh ushqimore, duke sjellë lehtësim konkret për qindra përfitues. Udhëtimi humanitar nisi në Kosovë me ndalesën e parë në qytetin Skënderaj, ku procesi i shpërndarjes u karakterizua nga një organizim i mirë dhe bashkëpunim i ngushtë me strukturat vendore. Përfaqësuesit e fondacionit theksojnë se ky bashkëpunim është thelbësor për të arritur tek familjet më në nevojë. Sot kemi 150, por njerëz varfër, jetim, bejushje, kështu me radhë, këto janë. Qëllimi ynë është të jemi më pranë çdo familje në nevojë dhe të sigurojmë që ndihmat të shkojnë aty ku duhet. Një rol të rëndësishëm në këtë nismë ka edhe bashkëpunimi me organizata të tjera humanitare, të cilat kontribuojnë në realizimin e projekteve në terren. Si vjet, siç edhe u prononcua edhe më herët, Fondacioni i Rinisë Islame ka nda 400 pako për familjet në nevojë dhe asistencë sociale në Kosovë. Për momentin jemi në komunën e Skënderajt, jemi duke bashkëpunuar me qendrën për punë sociale, këtu në kuadër të drejtorisë për mirëqenie sociale dhe shëndetësi. Ky është një bashkëpunim i konsoliduar ndër vite dhe garanci për vijimsinë me ndihmave. Ndalesa e radhës ishte në qytetin Kukës, kur shpërndarja vijoi për familjet e përzgjedhura sipas nevojave sociale. Drejtori i përgjithshëm i Fondacionit Mirësia vlerësoi kontributin e fondacionit si të rëndësishëm për komunitetin. Në këtë fund të Ramazanit, bashkëpunim me vëllezërit e Fondacionit Islame, me donatorët bashkëkombësit tanë në Zvicër dhe jo vetëm, janë mundsuar 700 pako që do shpërndajnë në gjithë Shqipërinë. Do të fillojmë në Kukës, kemi në Shkodër, në Kavaj, Tiranë edhe në Delvin. Pothuajse gjithë Shqipëria nga veriu në jug do të mbulohen me këto kontribute pako ushqimore që do shpërndajmë për familjet e fëmijëve jetim përgjithsisht dhe për familjet në nevojë. Ky fondacion ka dhënë një kontribut të çmuar për familjet në nevojë dhe bashkëpunimi ynë është shumë i suksesshëm. Misioni humanitar vijoi më pas në qytetin e Shkodrës, ku qindra qytetarë përfituan nga pakot ushqimore të përgatitura për këtë periudhë. Përfaqësues të institucioneve fetare vlerësuan rëndësinë e këtyre iniciativave veçanërisht gjatë muajit të Ramazanit. Lutë Allahun xhelal që ne jemi një tim personal si miftim as i madhe, po dhe ne jemi në gjithë besimtarët, njerëzit që përfituan nga këto pako, Allah t'i shpërblet me të mirat e tij në dynjë dhe në ahiret. Këto janë vepra që ndihmojnë realisht familjet dhe duhen mbështetur. Ndalesa e fundit ishte në Kavaj, ku 10 familje në nevojë u përfshin në këtë projekt. Miftiu i qytetit theksoi se ndihma është shtresa më vulnerabël dhe është një akt solidariteti që duhet të shërbejë si shembull për të gjithë. Jemi sot këtu në qytetin e Kavajës, në myftinin e rrethit Kavaj, ku në kuadër të muajit të begatë Ramazanit, po shpërndajmë rreth 150 pako me ushqime për familjet në nevojë. Kategoritë që përfshihen janë individ me nevoja të veçanta, familje jetimësh dhe familje që janë në vështirësi ekonomike. Ky projekt, i cili emërtohet Shporta e Ramazanit, realizohet fal bashkëpunimit me Fondacionin e Rinisë Islame në Zvicër. Ndihma ndaj jetimëve dhe familjeve në nevojë është një vlerë që duhet të ndiqet nga të gjithë. Fondacioni Rinia Islame vijon aktivitetin e tij jo vetëm në trevat shqiptare, por edhe në vende të ndryshme të botës, duke ofruar ndihma ushqimore, organizuar iftare dhe investuar në projekte sociale si shkolla, qendra dhe furnizim me ujë. Në përmbytje, drejtuesit e fondacionit bëjnë thirrje për më shumë solidaritet dhe mbështetje nga donatorët me qëllim që ndihma të arrijë tek sa më shumë familje në nevojë.